Ky është personi që pajtoi Shkurtë Fezën dhe Shurete Belulin, bilbilat nga Mushtishti. Prej vitesh fansat e muzikës popullore kanë ndjekur me interes marrëdhënien mes dy ikonave të skenës shqiptare. Shkurtë Feza dhe Shurete Beluli, digur miket e ngushta dhe bashkëpunëtorë të pandara, me pas rrugët e tyre duken se morën drejtime të ndryshme, duke ushqyer zëra për një ftuaje të tillë. Së fundmi, në një fotografi në Instagram në këngëtares Remzi Osmani kanë ndezur shijetin. Në të njëjtën foto, të dyja, Shkurta dhe Shuretja, kanë lënë komente me zemra, duke habitur publikun dhe ngjallur shpresën. Është kjo shenjë e një pajtimi të shumëpritur. Komentuesit vërshuan me reagime pozitive duke u lutur që bilbilat e Mushtishtit të kthehen sërish në skenë krah për krah, por sipas burimeve tona bëhet fjalë më shumë për një rastësi virtuale, se sa një rikthim në miqësinë e dikushme. Të dyjat komentuan, por pa ndonjë ndërveprim direkt mes tyre. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.